Në kuadër të 94 vjetorit të lindjes shkrimtarit dhe poetit Dritor Agolli, Bashkia e Devollit organizoi një aktivitet kulturor në shkollën e fshatit Menkulaz, vendlindjen e poetit, nxënësi sollën përmes poezive, këngëve dhe vallëve, kujtime të gjalla për figurën e Dritorit, duke e kthyer shkollën në një skem plot art e emocion. Kryetari i Bashkisë Devoll, Eduard Dura, u shpreh se kjo ditë është kthyer në një traditë të përditshme që ndron jo vetëm poetin, por edhe identitetin kulturor të Krehinës. Si çdo 13 tetor, Bashkia e Devoll organizon një aktivitet kulturor në kuadrin e ditëlindjes së poetit dhe shkrimtarit të madh të Devollit, Dritor Agolli, po jo vetëm i Devollit, po i gjithë Shqipërisë dhe mbarkombëtar. Është një aktivitet që organizohet me qendra kulturore e Bashkisë Devoll, në bashkëpunim me gjithë shkollat e Bashkisë Devoll. Ai është korifeu, jo vetëm korifeu i letrave shqipe, por është ai që na identifikon ne në rangun kombëtar dhe jo ndërkombëtar. Ndërkohë, miqtë e Dritorit, si Endri Fifo, kujtuan figurën e tij si filozof të fjalës dhe njohës të rrallë të folklorit shqiptar. Dritori mbetet një nga personalitetet më të shquara të letërsisë shqiptare, sepse në të gjithë historinë e tij, atje shpirti i tij ka kënduar popullit të tij, Devollit tonë të dashur. Unë kam pasur fatin që të njihem me Dritorin dhe të komunikoj në fushën e folklorit, sepse Dritori ishte një arshive gjallë e folklorit shqiptar. Dritor Agolli njihte këngë, njihte folklorin, jo vetëm të Devollit, por të gjithë trevave shqiptare. Me recitime këngë valle, Menkulasi dëshmoi se Dritor Agolli mbetet i gjallë në kujtesën e brezave dhe shpirtin e Devollit.